Gjysma fitoi. Do të është normale që ka një gjysmë amerikanë që nuk e duan. Edhe Merci në Gjermani përballë një social demokracie të Scholzit të Kurz, fitoi as gjysmën. Apo jo? Po. Fitoi 45-40%. Nuk kryon dot qeveri vet. Nuk keni sot shembuj. Përse nga Berisha kërkoni juve që ta duan 100%? S'u ndodh as ke neve në Perëndim, ke Trumpi s'u ndodh kjo. Pra është një legjendë krijuar nga Rama që populli do Berishën. Jo më. Shikoni sot. Shikoni edhe në zgjedhjet e kaluara që u bën shkjake, u vodhën në mënyrë katastrofike që i thot OSB Odiri. Se ato zgjedhje mund të kishte marrë për të tjerë. Pra dhe nuk jam fare pesimist në pipamje. Sot Berisha krahasuar me votot që kemi në Perëndim, krahasuar me statistikat që kemi në Perëndim, shumë lart në elektorat, shumë lart. Na thuhet po ashtu që Berisha është nga vetmit politikan sot në Evropë, apo jo? Që është aty që nga 90. Po. Një minutë. Po Dirama që përkuhesht. Që nga vitet 80. Se Dirama të bësh sa diferencë ka në politikë. Nga ana e funksioneve, Berisha u bë president në 92, Rama u bë ministër i kulturës në 96. 98. 6 diferencë. Po, dhe llogarit 8 vjet gati pensionuar Berisha, asnjë ditë i larguar Rama. Saktë. Krijojnë to mite të krijohen në Shqipëri. Kjo Partia Demokratike s'mund të ketë as edhe një kompleks sot. E imagjinoni që në maj 2021 Partia Demokratike ati kundra saj, dhe kjo është pashtu një film i Netflix. Po. Ishin më të madhe në botë. Në vërtet. Nëse ka një krahasim të asaj proverbe, Davidi me Goliatin, është ky Sali Berish kundra një administrate amerikane dhe të financuar. Imagjinoni apo jo? Dhe ka tregojnë të kompleksuar, ka tregon kjo, vetë se ky Berish të energji e mori nga i popull. Nëse s'kishte patur mbështetjen, ai sot Berisha ishte sot në burg. Kur ngrit Berisha mori të shkopin e Pelerinit në dhjeshtën 2021 që filloi foltoren, kush i detyroi ata njerëz të shkonin në foltore ta ndiqnin? Ai partisë kishte shef, as para, dhe as në komunitetet amerikane kishte vetëm kërcënime burg. Një epitet, një njoll, në ngata, si që vijet atyre, në bukësve që i qonin në Karaibe, atë ulën prezjarri, patun. Dhe ku ke sot Berishën? Dhe njëre, e kemi parti, e kemi shef, e kemi skalion, deputetësh, kandidatësh. Jo, asgjë. Duhet treguar këtë epope, duhet mësuar fëmijëve. Nuk ka më simbol, për ka një ngjashmëri shumë të madhe midis Berishës dhe Trumpit. Janë njerëz që lindin nga varri, aty ku i varrosën, aty dalin. Dhe kjo po e traumatizon Tiranën, po e çmend. Ku keni sot Ulzim Bashën? Sot Ali Bjen, dëgjoni këta njerëz? E lanë si muhabet. Po këta për që ka motorisë Berisha në mosh. Po, këta ishin rinia pra. Se këta sot pikërisht. Luli. Që me vete plus me vete kishin dhe një ambasadë amerikane me vete. Po. Dhe një qeveri me vete. E drejtë. Pra dhe njerë sot, Partia Demokratike ka emrin e dur, me kohën e dur, me liderin e dur. Në qartë. Dhe njerë sot, dhe një vetëm rrezik sot dhe njerë është spak nëse vazhdon dhe krijon dhe bën komedi me krimin zgjedhor. E kuptoj. Sepse edhe ai financim i Megonigalit bën pjesë të krimit zgjedhor. Absolutisht. Sepse mos që qenë çështja Megonigal, mos që qenë ose non grata, mos që qenë arrestimi i Berishës, kjo Partia Demokratike që marrë edhe zgjedhjet e majit 2023. Kjo asgjë të harohet, asgjë.
E kuptoj burimi. Ngjelet që sigurisht shumë për të diskutuar, do i rikthehemi pashmangshmërisht kësaj historie, do e bëjmë ndoshta nesër një analizë me lista